أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Falënderimet, adhurimet I takojnë Allahut Zotit Gjithësisë, ata e falënderojmë dhe vetëm prej Atij e kërkojmë ndihmën. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjitha të besimtarë dhe besimtare që I kanë ndihmuar këtij dini. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju. Allahu ju mëshiroft dhe ju bekoft gjithë. Që u bëm disa muaj që vazhdojmë me surën Bekare, edhe inshallah sa të kemi jetë, do vazhdojmë derisa ta përfundojmë edhe kapitujt tjerë inshallah. Dhe ky është kapitull I rëndë në fakt, sepse ka shumë bazat mëdhoja të fesë, ka shumë histori të mëdhoja, por është edhe I gjatë. Po inshallah me lejet Zotit do vazhdojmë edhe do ja dalim avash avash. Përfitojmë sa do pak nga fjala Allahu xhelle xhelaluhu. Çfarë zgjodhem për sonte? Allahu xhelle xhelaluhu na drejtohet dhe rëvërdhërën e thot: Wa aqimu salata wa atu zakah warka'u ma'a ar-raki'in. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Faleni namazin dhe jepni zakatin. Dhe faluni me ata që falen, bini në ruku me ata që binë në ruku. Apo I urdhëroni njerëzit, I thirrni njerëzit në punë të mira dhe veten tuaj po e harroni. Ndërsa ju e lexoni librin, Teuratin, a nuk po mendoni pak? Këto dy e zgjodhen për sonte. Elhamdulillah. Allahu xhelle xhelaluhu e drejton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra ishin momente që po zbriste libri I Zotit. Dhe vinin ajet mos ajeti. Në ajetin e parë që përmendëm, aqimu salata wa atu zakah, pra faleni namazin dhe jepni prej pasurisë, dhe bini në sejdë, bini në ruku me ata që binë, pra faleni bashkë. Pra I drejtohet besimtarëve, po njëkohësisht I thret Allahu xhelle xhelaluhu dhe grupin tjetër që vënë në ajetin më mbrapa, që ishin ata jehudit, të cilit e kishin librin e Zotit xhelle xhelaluhu, pra Teuratin, I kishin bërë devijime si mes qefit tyre, por kishin një problem të madh, se një pjesë të këtyre njerëzve I thoshe bëhuni musliman, pranojeni se është fe e mirë, ndërsa vetë që ishin grupi I klerikëve nuk e pranonin. Shumë të rrezikshëm. Pra, ju thoshte, vazhdoni ju, nuk është fe e mirë. Edhe Allahu xhelle xhelaluhu I demaskoi, tha, ju tha po I urdhroni të tjerë të për mirë dhe veten tuaj thos pa pranoni. Edhe me të vërtetë to klerikët jehudi nuk e pranojshin. Një hershëm Zoti bekoft ka shkruar dhe ka thonë, dikush ishte plak, dikush kishte parin, nuk I lente kibri për me hyrë në din. Dhe me thonë, pleqnia, hajde më parej që kështu me këtë fe. Tjetri kishin pari. Pra, ato priftat e jehudi kishin pari të madhe, kishin pushtet të madhe, kishin pasuri të madhe, dhe mendojshin që nëse do futën në fenë e Muhamedit, do I hike pasuria. Dhe një pjesë të njerëzve thotë vazhdoni, futuni në këtë fe sepse nuk është e keqe, është e mirë. Ju thoshin bashkë me gojet e tyre. Allahu një gjoj, demaskoj, ju pa harroni veten tuaj, thonë, e tjerëve po ju thoni. Edhe jeni nga ata tha që e lexoni Teuratin. Pra, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Teurati kishte 5 ndryshime shumë, edhe Injili. Domethënë, e kishin bërë si mas qefit vetë. Pra arritën që të shkruhen 4 prej librave të Isait alayhis salam. Prej Injilit të shkruhen 4 Injil, dhe të 4 të devijun. Të 4 pra Isait alayhis salam e quajshin për Zot. Njëkohësisht njëjtë kishin punuar edhe jehudit.
Në Teurat jepej lajmi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë e dinin, por ishin betu që të mos e pranojnë. Një pjesë e pranon, një pjesë e madhe e pranon Kur'anin, një pjesë nuk e pranon. Allahu xhalla xhelalu kur na thret lidhur me faljen e namazit. Pra, të gjithë ata që e pranon, Allahu xhalla xhelalu i thot, hajde, falni namaz. Njëkohësisht, jepni dhe zakatin. Wa alaikum salam. Jepni dhe zakatin. Pa e para pra me fal namazin. Namazin me e fal ashtu si na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe po të shohim librin e Zotit, namazin nuk është përmend asnjëherë veç zakatit. Nuk kemi qartë se sa vende përmendet, Kur'ani zakati bashkë me namazin, ama janë bashkë. Pse kështu bashkë? Është një lidhje natyrale që ka bën Allahu xhelle xhelaluhu dhe që ju duhet njerëzve në këtë botë derisa të dalin përpara Zotit xhelle xhelaluhu. Pse? Nëse një njeri ka arrit përsosmërinë në agjërim, namaz, në haxh, në zakat, por duhet të arrihet përsosmëria edhe tek njerëzit. Nëna duhet një gradë e lartë edhe tek njerëzit. Nëna duhet një moral i lartë edhe tek njerëzit. Edhe po të shohin, zakati është moral i lartë. Pse? Prek direkt në zemër. Prek pasurinë. Ato që është më e dashur. Ato që njeriu të coptohet gjithë jetën për pasurinë. E Allahu xhelle xhelaluhu thot, ju siç e keni obligim namazin,